Profesori Enver Bytyçi përmes një reagimi është përgjigjur deklaratave të fundit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, duke kujtuar qëndrimet e dikurshme të Kurtit kundër ish-presidentit Hashim Thaçi. Rama tentoi ta paraqesë Kurtin si një figurë të paqëndrueshme dhe të pabesueshme politikisht, por për Bytyçin këto akuza nuk janë as të reja dhe as të qëndrueshme. Përkundrazi, ai argumenton se Albin Kurti ka ndjekur një linjë të qartë kundër korrupsionit, pazareve politike dhe tentativave për kompromise territoriale me Serbinë, ndërsa kritikon ashpër rolin e Edi Ramës në këto zhvillime. 10 vite më parë, thot Edi Rama, ti Albin nuk njihje pavarësinë e Kosovës, jo më pafajësinë e Thaçit. Po, Albin Kurti para 10 vitesh nuk i respektoi simbolit e shtetit të Kosovës, kam shkruar me kritika ndaj tij. Po që Albin Kurti 10 vjet më parë jo vetëm nuk e njihte pafajësinë e Hashim Thaçit, por e fajsoi aso kohë ish kryeministrin e më pas presidentin e Kosovës për shumë gjëra fundamentale që çonin në shkatrimin e shtetit. Pra jo vetëm nuk e njohu pafajësinë e Thaçit, por i denoncoi me vendosshmëri të gjithë fajësitë e tij. Cilat ishin ato? Korrupsioni i tmerrshëm, të cilin Edi Rama nuk e quan as faj dhe as gabim. Përkundrazi, kryeministri i Shqipërisë e konsideron korrupsionin aftësi dhe mundësi për të pasuruar. Albin Kurti luftoi kundër planit Pronto që u bë çifligar i territorit, pronarëve dhe tokave të Kosovës. Albin Kurti e fajsoi Thaçin dhe Ramën për tradhtin ndaj Kosovës sepse donin që veriun e saj t'ia jepnin me desirje dhe një ngazëllim të madh si trofe mikut të tyre Aleksandar Vučićit. Po, Albin Kurti e fajsoi Hashim Thaçin edhe pse ai nën presionin e Edi Ramës pranoi të themelojë gjykatën speciale të Kosovës në Hag. Tani Edi Rama sulmon Albin Kurtin, pse ai nuk mbështet mitingjet elektorale të Edi Ramës, partisë së Thaçit e asaj të Ali Ahmetit. Jo kryeministri më i mirë për Serbinë që prej kohës së Nikola Peshishit, ai që ka ndryshuar. Nga frynera e tij, Albin Kurti, fal Zotit, ka ndryshuar për mirë, me një politikan që nuk njihte simbolet e shtetit të vet, tani është një lider që e mbron edhe me jetën e vet shtetin, simbolet dhe territorin të cilin Edi Rama bashkë me Hashim Thaçin deshët t'ia shisnin Serbinë. Albin Kurti ka bërë punën e tij, ka njohur me ligj gjenocidin serb në Kosovë dhe kjo është mas kundër akuzës kundër Thaçit. Ka paguar pa të drejtë miliona euro të taksapaguesve të Kosovës për avokatët e Hashim Thaçit e nuk mburret si ti pse shkove për një vizitë në Hag. Ku jeti Edi Rama, ku është Albin Kurti? Hane Shan, Hane Bagdad.